إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد jemi duke fol për ditën e fundit, ditën e gjykimit. Folim për kuptimin e kësaj dite, edhe pse thotë ditë, sepse mu nuk ka tjetër ditë, pse dita e fundit nuk ka tjetër ditë. Pra funksioni kohë nuk ekziston. Tash na mundu vetëm me imagjinu çka do thotë mos me ekzistu funksioni kohë. Edhe prapë së mundëm as për së afërmi, sepse tham, asgjë nuk përngjan në ahiret me këtë dynjë, absolutisht, vetëm me emra. Po në këtë dynjë shpesh ndodh nëse dikush ta ka përshkru me fjalë një hapësirë, ose plus foto, hajde, po mund ndodh edhe me video ke po, për një vend, për një hapësirë. Po kur ke shku aty, vetë, je kom prezent, ku të krejnë ndryshe kom paramendu. Bas asaj, qka më kanë kallëzu, qka kom letëzu, qka kom pa, ndryshe kom paramendu. E le mu në ahiret. Nuk mundet mu përshkrua jo. Nuk mund me kuptu, krejtjet të dimenzion, sa që shme thonë. Në mundu disa, kam bozi dokumentarët, hinë, thellohet dikun ose zhytet dikun, hop del një tjetër botë, krejt diçka e pa kapshme, pa qarushme deri në atë moment. Pra, kështu është edhe ahireti. Folëm për xhenet, edhe tash kemi mri edhe te xhehenemi, Allahu na mbrojt prej zjarrit të xhehenemit. Xhehenemi është vendi i dënimit, për cilin vend e ka përgatitur Allahu për jo besimtar, për zullumçar, për kriminal, për njerëz të pa drejt, të cilët e kanë mohu Allahun, librat e tij, pejgambert e tij, edhe ka lloje të ndryshme të dënimeve. Vlen të cekët, edhe pse këto inshallah të mërkurëve do të më detajisht do të flasim. Ato derse të ka ahkam el gjenajz, dispozitat e gjenazës. Vlen të cekët, dënimi ma i vogël në xhehenem do ta ketë Ebu Talibi. Hoxha i pejgamberit alayhis salam. Kuptohet, mundi me ndëgju këtu aty prej shijave po edhe prej dervishve caktu, sa ajo është xhenetli, audhu billah, ajo është përgjithmonë se ka vdekë si mushrik, vetë ka vërtetu me gojë të tij, fjala e fundit, ene ala milleti Abdul Muttalib. Unë jam në fenë e Abdul Muttalibit, babës tim. Edhe pse ka disa mendime të dietarëve se Abdul Muttalibi, babgjyshi pejgamberit alayhis salam, ka vdekë si musliman. Allahu alem. Allahu alem. Kryesore kjo ka vërtetu se është mushrik, por për shkak vlerës së tij si kujdestar i pejgamberit alayhis salam, për shkak të kontributit të tij që ka marrë në mbrojtje Muhammedin alayhis salam, nipin e tij, si pejgamber, ashtu si kujdestar u kon, se babën e dim nuk e ka pa babën e vet. Në gjatë shtatzanis i ka vdek baba. Pastaj nona e ka kshyrë, kur i ka mur 6 vjet, i ka vdek edhe nona. E ka marrë me kujdes babgjyshi. Kur i ka mbush 8 vjet, i ka vdek edhe babgjyshi, pastaj ka marrë Axha, Ebu Talibi. Faktikisht si me birsu. Dhe në shpejë o kujdes, ka pas një afërsi, kështu shpirtërore. Po edhe kur u bo pejgamber, e ka mbrojt, edhe pse nuk e ka besu. Po kontributi i tij ka qenë shumë i madh. Shumë interesant është rasti i tij kur e mendoj udhëzimi, çka është udhëzimi, shumë interesant është udhëzimi.
edhe i ka besu, ka thonë qysh thot, ka besu. I ka flajt me thonë thirrja Muhamedit alayhis salam, qysh thot një pemë çashtu është, ai po e flet vërtetën, po që su bu musliman. Edhe ka tregu Aishës, torturat fizike kanë fillu kur më ka vdek miza, so ku në gjallë kur s'ka guxoft me më prek. Jo se ka qenë trim si vllai i tij si Hamza, por te na që thonë ka pas orë, ka pas autoritet, ka mjaftu me thonë kush e prek nipin tem, ka punë me mu. E ky për këtë kontribut, edhe pse do të jetë përgjithmonë në xhehenem, do ta ketë prej krejt xhehenemlive dënimin më të lehtë. E cili është ai dënim, do t'i vishen, si me thonë, cokulla, qizme xhehenemit, edhe kur të arrin tash prej komve, shkon temperatura, edhe sikur kapaku i gjygymit ose tenxherëve kur vlon, avulli, presion, e çon kapakun, çashtu kapaku i kristina qohet. Ky më i lehtë, e ku janë tjerët. E Allah në shumë ajete na tregon për dënimin e zjarrit xhehenemit, ka shumë ajete. Zaten krejt 13 vite në Mekë që kanë shpall ajete sure, ose flasim për dënim xhehenemit, ose për shpërblim të xhenetit. I në kujarim, me dhonë vullnet, edhe kënena kërcënim. Të dyjat e arrin efekti më të madh. Se kish mjaftu vetëm kërcënim me tregu se nëse nuk beson çka të gjen prej dënimit. Por këso anë po ashton edhe plus, nëse beson çka gje, çka kime përjetu për shpërblimeve, edhe të njëjtën kohë nëse nuk beson, çfarë dënimi kime pas. Dy stimulime. Në një prej ajeteve thot Allah, "Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin." Keni dron rujuni prej zjarrit xhehenemit, i cili është përgatit për jo besimtar, për qafira. Ose ajeti tjetër, "Inna a'tadna lidh-dhalimin naran hata bihim suradiquha, wa yastaghithu yughathu bima'in kal-muhli yashfi al-wujuh, bi'sa sharabu sa'at murtafaqa." Me të vërtet na e kena përgatit për zullumqart dhalim, dhulm, për çka aludohet? Për shirk. Sepse kur ka zbrit ajeti, "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ata të cilët kanë besu edhe nuk e mveshin imanin me dhulm, me padrejtësi, me zullum. Ata janë të sigurt, kanë siguri, edhe ata janë të udhëzuar. Edhe buri ku kanë rënë gjynë sahabët, kanë thënë ja Resulullah, marrun krejt pas me konën xhehenem. Pse? Allah po thot, ata që të besojnë edhe nuk e përzin besimin me padrejtësi, me zullum. Kush është prej neve cili ndonjëherë nuk bën ndonjë padrejtësi, ndonjë zullum? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gabimisht e keni kuptu. Ela tasma'una qawli Luqman ibni wa ya'idhu, a nuk pe dini fjalët e Luqmanit duke këshillu djalin e tij, ku i ka thonë, "Ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim." O birim, mos i bësh shirk Allahut, sepse shirku është krimi, padrejtësia, zullumi më i madh. Me mbyt njeriu është pa dyshim krimi i madh. Po më i bësh shirk Allahut, halo krim më i madh është. Pra kë në këtë ajetin për komenton. Nuk është duke u aludu për një krim të thjesht, një padrejtësi të thjesht, por për shirk. Edhe pra këtu tash, edhe këtë ajet e komenton. Na e kene pregadit zjarin për zullumqar. Për cilë zullumqar? Për mushrik. Allah në rrujt do t'jem për gjithmonë zjarë xhehenemit. E hata bim suradiquha, i cili nga çdo anë me murët e veta i përthekon. S'kan ku me ik, Allah në rrujt. Qash flak e madhe, s'ka mundësi me dal.
janë të rrethuar. O yastagithu do të kërkojnë ujë ata. Etje e skajshme. Prap po kthejna në fillim, s'munëm me kuptu na çfarë etje kanë me pas. Allah na rujt, mos na bëj për atyne. Do të kërkojnë ujë. Yugathu bima'in kal-muhl yashfi al-wujuh. Do të jepet një ujë i cili vlon, katran i vlum, ka mendime ndryshme, xehe i vlum, edhe i cili do t'i përvlon ftyrat. Halo papi, vetëm me afru i përvlon. Po me shtin gojë. Vetëm me afru, aq nxehtësi të madhe ka, ai ujë i përvlon ftyrat. Po kur të shtin gojë, Allah na ruaj. Bi'sa sharab, sa ujë, sa pije e keq është, e shëmtuar. Wasat murtafaqa, edhe sa vend i keq është ai. Uji i keq, vend i xhenemit i keq, Allah na ruaj. Ajeti tjetër, inna Allah la'ana al-kafirin a'adda lahum sa'ira. Allahu i ka mallku qafirat edhe ka përgatit dënim të rënd për ata. Khalidin fiha abada, për gjithmonë do të qëndrojnë aty. Për gjithmonë. Khalidin fiha abada. La yajiduna waliyan wala nasira, nuk do të gjejnë kush kujdeset për ta as ndihmëtar. S'ka kush kujdeset për ata në atë vend, edhe nuk ka kush ju ndihmon. Yawma tuqallabu wujuhum fi an-nar, ditën kur rrotullon ditën e cila ditë nuk ka fund. Nuk ka për një ditë fjala. Ditën kupto edhe Zotin pak më herët tha, për gjithmonë është kjo, nuk ka fund kjo ditë. Rrotullon ftyrat në zjarr. Do të thonë ata ja lejtena ata'an Allah wa ata'an ar-rasula, atë mirët na po të kishim ndëgju e besu e nështru Allahut edhe pejgamberit, që që kanë gjeti tash. Besimi në ditën e fundit, në veten gërthen, besimin për gjithë që ka ndodh pas vdekjes së njeriut. Pra në një mënyrë, me thonë, ahireti për njeriut, ahireti në rafshin glob përgjithë kolektiv. Fillon me shkatrimin, që thujmë me kiamet. Ndërsa për individ, momentin e vdekjes fillon për ato ahireti. Edhe këtë jetë të tretë të njeriut, në barkë të dheut, në varë, hyn të ahireti. Kjo çka përmban në vete, e para fitnja sprova e varit. Kur vinë dy melaçet, me marrë në pyetjen, moment, kur në bulohet me dhe, që të ne gabimisht kanë thonë natë e varit. Kanë mendu natën. Natë në ersir është taj. Si të mbulohet me dhe, vinë ato dy melaçe. Moment. Argument është se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, is'alullah thabatil akhikum innahu yus'alu al'an. Lutni Allahun që këtë vllane juaj i cili tash u varros, po do të më thonë, se ka thonë këto në një varrim, që Allahu ta përforcon ato. Sepse ai tash mirët në pyetje. Jo ditën e varrosin kanë mendu se natën, dikur natën vonë vinë me laset. Edhe pedini parashtrojnë pyetjet, men rabbuk, me dinek, me nebijek. Kush është Zoti yt? Çfarë feje ki? Kush është pejgamberi yt? Allah në mësoft me thonë, Rabbi Allah, dini l'Islam, o nebi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ata qafirat, munafikt, ta thonë, ha, la edri, nuk di, kom një diçka forshin pos, se vënu isha veshin. Ma deret, kur mos dhe shkjo hadith do të regohet, inshallah të mërkurëve kem ato. Edhe pse pak ma vonë tash përmendet prap, edhe godit me një që kanë të hekrit,
bejnë udhunejnë, mes dy veshve këtu, në kokë mrapa, edhe lëshon një trishtim shumë të dhimbshëm. Me një njerëzit ishin alivanos. Kret, anë e kundërt të globit me uvaros, me të kish leju Allah për rahmeti ti, nuk e ndëgjojmë na, do të përmend tash më vonë pak një hadith. Çdo njeri pa marrë për nuk do të thot vetëm në afërsinë atë qytet është varros, kudo që të jetë. Ishin ndëgju ai zo, edhe i trishtueshëm edhe ishin alivanos gjithë njerëzit. Pra e para është fitnia, sprova e varrit, e dyta dënimi i varrit. Sprova tjetër, dënimi o tjetër. Do të jetë për qafira, për mushrik, për munafik dënimi në varr. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون." Me I pati zullumqart jo besimtart në momentet e agonisë së vdekjes, kur melaqet I zgjasin durët, basitu e idihim, me u marrë shpirtin. Këtu melaqet nuk e marrin shpirtin, e dim, melaqe vdekjes e merr shpirtin. Edhe ju dorëzon këtyne dy melaqeve. Sot do të dënoheni, pra në varr, sot u varros, do të dënoheni me një dënim të dhimbshëm, cilën e keni meritu, për shkak fjalët të cilat fjalë keni thonë për Allahun, ghairil haq, ala Allah taquluna ala Allah ghairil haq, të pavërteta, shpifje keni shpif për Allahun. Wa kuntum an ayati tastakbirun, me mendimasi inatshor, sikur iblisi, nuk e keni besu Allah, nuk e keni pranu ajetet e tij. Për Firaunin thot Allah subhanahu wa ta'ala: "E naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Edhe për familjen e tij, halo tash në varr, zjarri, cilët zjarë I ekspozohen ditë e natë. Jo me të ku musa, kur bot shkatrimi atë ditë, pra kiametit, edkhilu ale Firaune ashad al-adhab, I futni në dënim hala më të madh familjen e Firaunit. Dënim deri vazhdimisht kanë dënim tash, deri te kiameti. Pastaj thot një dënim hala më të madh. Muslimi transmeton nga Zeid ibn Thabit radiallahu an, vërtet fjalën janë të Ebu Sejde el-Khudri thot: "ولم أشهده من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن حدثنيه زيد بن ثابت." Këto që po ju tregoj tash se kom dëgjuar prej pejgamberit alayhis salam, mirë po kom dëgjuar prej Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Sahabja prej sahabës. Zeidi po thot: "Bejnema nebiu alayhis salam fi haitin", dëgjon më vëmendje tash këtë ngjarje. Fi haitin li beni Najjar, derisa ala bagletin le. Ishte në mushk I hypër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka pas mushkun e vet, ka pas gomar, ka pas deve. Edhe tash ka qenë me mushk këtu e ec, edhe hynëm tani bashkë që një kopsht Benu Najjar, I fisit Benu Najjar. Edhe nahnu ma'u, na ishim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Idh hadet bihi fakadet tulqihi, kur u trem mushku edhe gati erxoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. وإذا أكبر 6 أو 5 أو 4, kur I pam 4, 5 ose 6 vareza. قال فصوت pejgamberi sallallahu men I ka pyet, men ya'rifu ashab hadhi al-akbar, kush janë këta, kush janë këta që janë varros këtu? Njëri ka thonë prej sahabëve, une.
Meta mate haula, kur kam vdek këta, po do në me thonë, a kam vdek si musliman në islam, a kam vdek si mushrik në gjahiljet, po a kom besimtara, jo. Ka thonë, matu fil ishrak, kam vdek si mushrik. Inna hadhihi el umme tubtala fi kuburiha, ky umeti jam, do sprovohet në varë. فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. Mos më utut që I kishit lun në vdekurit pa I varos. Pse mi lun pa I varos? Vazhdim. I kisha lut Allahut me u mundsu me ndëgju dënimin e varit, sikur se unë tash ka po ndëgjoj. Pejgamberi sa zomi kanë me ne ka marrë vesh. Edhe mushku kanë dëgju. O trem. Ka del gati mordzuar, do është mirë më mojt se përdzohet. S'ka friksoj, për çka fitu trem. Për zhurmës. Subhanallahu, po she, tjetër dimension tash. Me ty është po tjetër botë. Qysh tjetër. Ka zonë ti mu qysh. Po e din se ka më botë tërmet. Tash po t'japi një shembull prej ligje e botës fizike. Kjo është prej botës metafizike. Pralla po ka zonë. E udhu bila, pejgamberi se ka zonë pralla. E udhu bila. Hajde tash. Qysh Knusin që shembull, e kom marrë shumë herë shembull Knusin. Edhe ka shtira parandjen tërmetin. Sa orë përpara Allahu alem. Kallzoi ka Allahu më shërdhjera në shkup 63-ën. Çka kanë koçak pulat ku me di që ka më botë tërmet? Si me u tranu, qarë britme, të frikshme. Hinë këshur, mos ka naj nejse, me dhe shkupit, dhejt në atës, naj di s'ka mos, kur që s'ka hiq, subhanallah, s'ka që u tremën. Ma vonë e një në krisë, më në botë tërmet I madhë. E Knusi, s'pe përmendi pulën, se Knusi, halo ka dalim për e krejt, ka tjerë. Te Knusi bashkohet një ligj I botës fizike dhe një ligj I botës metafizike. Ligji I botës fizike e parandjen tërmetin. Ligji I botës metafizike, kur kënon Knusi, thot pejgamberi sa më thunë elhamdulillah, e ka po me lacin. Koncentrut me krejt kamerat të mundshme, cilat jonë. Afroja Knusit prit momentin, ti kyqe edhe para prakisht. Kur kënon këshur për cjela syt, ose përfshje krejt 360 shkallë, për rreth dikon që aty është. A munësh me incizu me lacin ti? Knusi peshe? Hajde ta shpjego ma këto. Qysh murt me pa. E ti tregon për tërmet, unë e tregoj për këto. Qysh. Nuk ka serim, nuk din. Ashtu natyrë që natyra. Allah ashtu e ka kriju. Edhe ky mushk është trem, gati sa e ka zhu pejgamberin sallallahu edhe e ka marrë vesh se këtu janë varrezat, po dënuan ata, pra prej krejt krijesave aty, krijesave njerëzve, Muhamedi sallallahu e kanë dëgju, edhe mushku I kanë dëgju. Tjerët nuk kanë dëgju. Po mos kisha pas frikë se I leni pa varoz. Pra, I kisha lutë Allahun për me ndëgju jo. Po ti kishin ndëgju, I shitut më ma mirë letë qishtu se ku sa trishtim të koka qfar zoni, trishtu shumë I dhimshëm. Ma mirë le mi dhe, se me bo mi varoz, po dënohet në varë, e po I ndëgjojmë na, e dhe nuk mund me, s'kish me me flajt, para me ndo. Qka këshim bo të gjallë? Vetëm nga kë këndë vështrim që rahmetin Allah, subhanallah. Po të na kish mundësu me ndëgju dhimbjen, britmën e dhimbjes së varosërve, s'kish pas rahati për gjallë. Tanë jetën ishtë me shqetsime, me pripeti, me frikë. Edhe pastaj, pra fund po thot, e ledhi esma'u minhu, të cilën unë tash po ndëgjoj. Unë po ndëgjoj.
ma ju. Pastaj u kthy kahna edhe tha: Ta'awwadhu billahi min adhabin nar. Kërkoni mbrojtje tek Allah prej dënimit të zjarrit. Dhe qalu, gjithë në zonë thanë: Na'udhu billahi min adhabin nar. Kërkoj mbrojtje tek Allah prej dënimit të zjarrit. Dhe qal, pastaj vazhdoi tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Ta'awwadhu billahi min adhabil qabr. Kërkoni mbrojtje tek Allah prej dënimit të varrit. Dhe qalu thanë: Na'udhu billahi min adhabil qabr. Thanë: kërkoj mbrojtje tek Allah prej dënimit të zjarrit. Pastaj tha: Ta'awwadhu billahi min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kërkoni mbrojtje tek Allah prej sprova prej fitneve të dukshme dhe të padukshme. Than: Na'udhu billahi min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kërkoj mbrojtje tek Allah prej fitneve të cilat duken edhe të cilat nuk duken. Pastaj tha: Ta'awwadhu billahi min fitnati ad-dajjal. Kërkoni mbrojtje tek Allah prej fitnes provës së Dejxhalit. Edhe fund than: Na'udhu billahi min fitnati ad-dajjal. Kërkoj mbrojtje tek strehim, mbrojtje tek Allah prej dënimit të prej fitnes së Dejxhalit. Pra u përmend këto dënimi i varrit. Pra, qysh ka dënim në varr, ashtu ka edhe shpërblime. Allah thot: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata të cilët thonë Allah është Zoti ynë, thumma istaqamu, pastaj kanë qenë të qëndrueshëm në këtë thënie. Pra të qëndrueshëm kanë jetuar me këtë besim. Vetëm thjesht me thonë Zoti jam është Allah dhe a ka qa? Krejt jetën duhesh me fut këtu. Këtu është problemi në këtë kohë. Problemi se koncentrimi ka problem. Mundohemi me fut Islamin në jetën tonë, gjithsesi me adaptu kushtimisht me thonë Islamin për jetën tonë, për formën e jetës tonë, ato që dojmë na. Nuk e fusim vetën në Islam. Pra dojmë me përshtat Islamin jetës tonë, ju jetën tonë me përshtat Islamit. Dalim të madh ka. Atëherë mo nuk i thuhet asaj na nuk është mo Islamaj. Tjetër diçka është. Sepse ti e cungon aty, diçka merr, diçka lan. Çka mbos shkafit, çka është ai kriteri ku ti vendos këto po e marr, këto s'po e marr, mbos shkafit. Të kellam hasha, ti po del ma, sigurisht çka thot Albani shembull, qyre, për po dal pak jashtë temës, por shumë interesant, shumë e rëndësishme është. Dy llojet e kunutit janë. Në vitër edhe në farze. Në vitër, për fat keq prej qabës e te poshtë. Gjithkun bidate ka. Në vitër thot vetëm ai kunut ai duaja. Allah me hdini fi men hedejt. Edhe njës, jo shumës. Wa afini fi men afejt. Pse kjo tjetër jo? Sepse kush po na transmeton këto? Hasan radhiyallahu. Thot allemeni, ma ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto ma kam qyqysh, po thot kom dëgju, po thot ma mësoj. Nëse ti shton diçka, ose hjek diçka, atë ti po del mësus ma i mirë. A i mësusi, alayhi salatu wasallam, aja ka mësu këto. Ti thash po e ndryshon këto, çka po i vjen? Ti po vjen se ti e mësusi ma i mirë. Nuk bën me shtu kur gjë. E shën qabe në Ramazan, në kunutin në vitër, gjysahati. Audhu billah. Gjysahati, zbën kur gjë me shtu për i fjallëve. Qa të thjesht? Kunit i tjetër është në farze, reqatin e fundit, mas rukus, anë vitër, haru me të cik, para rukus. A kjo mas rukus në farze, jo veç namaz sabat, edhe kjo gabim, po krejt 5 farzet, reqatin e fundit, kur drejtojt për rukus, e bën kunutin edhe në varësisht prej rrethanës. Kjo çka të thot për me i mallku, kur është nazile, kur ka padrejtësi, zullum ju bëhet muslimanëve,
atëherë bëhet dua për musliman edhe i mallkon, e lut Allahun për me i dënu qafirat cilët janë duke i torturu muslimat. Sikur shembull tash është dorë krejt xhamiat me kumullu në 5 farze dua për palestinez, për Gaza, edhe me i mallku jahudit. Si të bëhet një muj e ndërprej. Edhe kjo është pra. Na hym në islam. Na e përshtatim jetën tonë konform rregullave të islamit. Jo islamin me përshtat neve. E kjo do të thotë alladhina qalu rabbuna Allah, ata që thonë Zoti ynë është Allah. Kjo është. Kjo është një fjalë. Ma krejt feja këto hin. Thumë istaqamu, edhe pastaj qëndrojnë në këtë pikë, në këtë vijë. E këtu në çka ndodh, tatanazzalu alehimul malaike, do t'ju zbresin melaqet këtyne. Është te momenti i vdekjes, thojnë dietarët e tefsirit, po mundesh me besu edhe me marr edhe gjatë kësaj jete, para se me vdek. Po qëllimi thot në ato momente kur mirët në pyetje. Çka ke fitna e varet. Do të zbresin me lajke, e la të khaf, do të thonë, mos keni frikë, mos frikson, mos të shtoni, la të ahzenu as, mos u piklloni, mos u mërzitni, wa bëshkiru bil gjenne, myrë të gjenneti, e leti kuntum tu adun, i cili është premtu juve. Tjetër ajet, thotë Allahu, edhe kjo atë Allahu në surën Al-Waqi'a, falawla idh balagatil hulqum, po kur të vjen shpirti në fyt, po do me vdek. Antum hina idhin tanzurun, e ju në atë moment të shiqoni. Pra është dikush momente të fundit të jetës, momente, jo minuta, po sekonda nuk është, krejt fund. E ka prezent familjara, dikush është prezent. Edhe ata po e shohin, ka jep shpirtaj. Nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Ne më afër se ju, po ju nuk shihni. Vinë ato dy melaqe. Ky ishe, po s'ka mundësi me fol me u tregu i posh melaqet. Ose janë, Allah në mundsoft me qenë prej tyre, ose janë melaqet e kanë qefin prej gjennetit, me parfym të gjennetit, edhe e presin melaqen e vdekjes, me ma shpirti me u dorëzu këtyne. Ose në Allah në rujt, qefini i gjehnemit, edhe në erë kundërmuse. Latubs, po ju nuk i sheni. Felawla in kuntum gajre medinin, tergjiuneha in kuntum sadikin, nëse jeni besnik, nëse jeni vërtet po besoni, hajt prate, po thu se kom fuqiune, kom mundësi, kom zotësi, kom aftësi. Shpëto prej vdekjes ato. Nale me lasin mos ja merr shpirtin. Nëse ki, hajde tash, kallzu atë mendje masit, atë arrogancë, ka shi Allah, hajde tash këtë moment. Ta fër me ki. Mjek je, mjeku ma i mirë, ose je njerë me pushtet ma të madhë, me ushtri ma të madhe, nale, letë qëndrona hala në këtë dynja, pengoja me lasim në e marë shpirtën, hajde të mush, ne kuntum sadiqin, nëse jeni të vërtet besnik tash, emma in kane min el muqarrebin, po nëse janë ata prej të afër me Allahun, rruhun wa rejhanu wa gjennatun naim. Ato begatit mirat të cilat i shijon xhenetli, Allah në bëhet prej tyre. Ebu Dawudi dhe Ahmedi transmetojnë nga El-Bera ibn Azib, është hadithi gjatë, pra po bjen me përsërit të mërkureve, aty komplet hadithin, do të flasim për këtë hadith, tregon se me një rast u varos një prej ensarve, thot El-Bera ibn Azib, edhe ishim të ullur, ata cilët kanë qenë rreth pejgamberit a.s. Tash po tregon se çka ndodh me këto.
Edhe përgjithësi po tregon për shpirtin e mirë, për shpirtin e keq. Qysh del. Edhe e ka marrë si një shkop, po e këqyr qiellin, tokën. Po e ngrit shqiqimin, po ul shqiqimin. Qiell tokë. Edhe me shkop po godet, edhe kalon tash aty në tokë si do vrima. Shen kalon. Edhe po fillon shpirti mirë, shpirti keq. Shkurtimisht, tham do të vjen inshallah ma gjansisht. Allah na rujt shpirti i qafirave del thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikurse hekuri me çengela i pështjellën me lesh të lakt. Qysh e nxjerr? Me vështërsi e nxjerr. Edhe pa kput, pa nuk, fijet leshit qare nuk ose, s'murët me nxjerr aty. Nuk mund aty me pështjell. Ashtu me vështërsi, me vrull, del shpirti. Shkakton dhimbje të hatashme. Këtë gëneshta, në për filma që ka qesin, tu e kesh, qafirën e qetë, po vdes tu e kesh, shans nuk ka. Dhimbje shumë të mëdhaja i kaj, në qatë moment. Ndërsa besimtare, Allah në bëhet prej tyre, shpirti ti del, thot sikur se a keni pa i brikun, plot me ujë, veç pak e këthen, so let, fillon me pik ujë, rjedh ujë, qashtu shumë let i del shpirti atina. Edhe pastaj thot, munadi min as-sama, do të thret një zo prej qiellit, një thirrës, en sadaka abdi, e ka fol vërtetën robi jam. Pra ka thonë, Zoti jam Allahu, feja jam Islami, pejgamberi jam Muhamedi alayhis salam. Fa afrishuhu min al-janna. Shtrojeni vendin e xhenetit, walbisuhu min al-janna. Visheni me teshat xhenetit. Waftahu lahu baban ila al-janna. Japni tash më var, japni një derë në xhenet. Qala fa yatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabri madd al-basar. Aroma e mirë, shpirti i vjen, pastaj apet kthehet, edhe i zgjerohet varja atina, so shë syri. Në përvende ku ka deti mbregdete, ku ripet parashikimi i motit, atë jepen edhe shikueshmëria, se për peshkim e për. Edhe kur nuk ka vranësira, kur është mot me diell, verës shembull, kom dëgju kallëzoj ke, shkon deri 20 kilometra, shikueshmëria. 20 kilometra, gatë në Prishtinën me pa. Se nuk i male, nuk i. Dhe kjo është një për argumenteve se është toka rumbullakt. Se të kishte qenë e rafsht, halo ma shumë kishe pa. Po shkon deri në piku, fillon elipsoide është. Nejse ajo tjetër mesele. Pra këtina zgjerohet vari, ndërsa ati Allah në rëtkeqet, i ngushtohet vari, sa thot pejgamberi ka bo me dur kështu, ka shti i gishtat, brit mërën në tjetësin, i ngushtohet atina. Me hap me këshyr, nuk lëvizin muret e që ka bo varet. As kina nuk i zgjaron, as kina nuk i ngushtohet. Ma kjo pak, kur farë dyshimis e ndodh, por tjetër dimenzion tash. Ka dojnë tjetër dimenzion. Wallahu ta'ala alim. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين جل. آمين.